Kosova ka dëshmuar përgjatë viteve se mund të jap shumë në këtë fushë. Pavarësisht periudhave të vështira dhe të errta që përjetoi populli ynë gjatë luftës, ne arritëm që të ringrihemi dhe të ndërtojmë lirinë falë forcës, guximit dhe përkushtimit të grave dhe burrave tonë. Republika e Kosovës tashmë është shndruar në sinonim të agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm tonë shtetëror. Sot me krenari shohim pjesëmarrjen gjithnjë në rritje të grave tona në strukturat e sigurisë, ndërsa kujtojmë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në rrugtimin e lirisë dhe shtetformimit e shtetëndërtimit e fuqizimit të institucioneve tona në vazhdimsi. Barazia dhe të drejtat e njeriut janë shtyllat themelore të Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht parimet udhëheqëse në zbatimin e kësaj agjende. Këto janë gjithashtu vlerat mbi të cilat funksionon dhe qendra rajonale e ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë në Kosovë. Këtë progresi arritur nuk duhet të na përmbush meqense sfidat akoma mbeten prezente, sidomos në arritjen e përfaqësimit të barabartë në pozita të larta menaxheriale. Ju besoj e vërejtës që në fillim gati se të gjithë që i përshëndeta në kryet institucioneve ishin burra. Do të punojmë së bashku që edhe kjo të ndryshojë. 25th anniversary of the Women, Peace and Security Agenda, we gather today to celebrate women as well as to reflect on the progress we have made in advancing gender equality, in building peace and security at all levels. Today is about learning from the past, sharing achievements and exploring future ways to strengthen the Women, Peace, Security agenda in Kosovo, together with the local and international counterparts. Madam President Osmani, under your visionary leadership, Kosovo has emerged as both a regional and international hub for dialogue on gender-responsive peace and security. In correctional institutions, women's leadership promotes rehabilitation and upholds dignity. With the support of ULEX, the establishment of the Association of Women in the Kosovo Police and in the Correctional Service have represented the landmark achievements. Vetë prezenca jonë dhe kjo gjithë përfshirjen e këtë forum është një dëshmi e konfirmimit dhe rikonfirmimit se vendosja grave në qendër të paqes, të sigurisë dhe vendimarrjes është jetike për një stabilitet të qëndrueshëm dhe jo vetëm. Duke filluar me 36 gra policie të gjeneratën e parë të Policisë Kosovës në vitin 1999 dhe vazhduar deri me sot me 1503 gra dhe femra brenda policisë, apo me 15.18% gra në Policinë e Kosovës e kanë dëshmuar se falë inteligjencës tyre emocionale dhe sociale kanë arritur të kuptojnë dhe të ndjejnë energjinë e komunitetit, ku me empati kanë arritur të punojnë shumë me masa proaktive dhe parandaluese, duke i humanizuar dhe demokratizuar strategjitë dhe qasjen policore. Profesionalizmi, guximi dhe përkushtimi i grave në Policinë e Kosovës e kanë bërë shtetin tonë më të fortë dhe më të sigurt, dhe kjo dëshmon se Kosova është bërë një zë i fuqishëm në zbatimin e agjendës gratë. Një rezolutë historike që ka ndikuar në mënyrë thelbësore në formësimin e agjendës globale për gratë, paqen dhe sigurinë dhe përcaktimin e rolit të pazëvendësueshëm që gratë kanë në institucionet vendimase që lidhen me paqen, parandalimin e konflikteve dhe sigurinë. Institucionet e sigurisë, sipas traditës dhe vetë strukturës së tyre, shpeshherë janë konsideruar si domene që funksionojnë dhe udhëhiqen vetëm nga burrat. Të ndërtuara mbi struktura që pasqyrojnë një qasje tradicionalisht të orientuara drejt forcës. Megjithatë, në praktik janë gratë brenda këtyre institucioneve ato që shpesh luajnë një rol jetik dhe transformues. Në vazhdimsi kemi bërë ftesë gruas brenda shërbimit korrektues të Kosovës që ta marrë drejtimin dhe të udhëheqë këto institucione. Kemi gjetur shërbimin korrektues të Kosovës me 0 pozita në nivelin e mesëm drejtues. Jam i lumtur që sot në shërbimin korrektues të Kosovës kemi me 10 gra që udhëheqin edhe departamente, edhe burgje, po edhe në nivelet e ulta drejtuese kemi me 10 të tilla. Jo vetëm për të plotësuar këto statistika,
por për të përmbushur nevojat dhe pozitat për cilat dhe me cilat këto gra neve na kanë bërë krenar dhe jam i lumtur më njoftu që sot shërbimi korrektues i Kosovës është institucioni vetëm në Evropë i cili është pranuar në rrjetin evropian të burgjeve pa qenë Kosova antar i Këshillit të Evropës.